Gjatë vitit 2024, në organin e prokurorisë janë trajtuar 61.167 materiale në shqyrtim që përbën një rritje prej 10.52% në krahasim me një vit më parë. Janë ndjekur gjithsej 47.576 procedime penale që përbën një rritje prej 4.79% në krahasim me 2023, nga të cilat 24.956 janë procedime penale të regjistruara, 22.421 janë procedime penale të mbartura dhe 179 janë të rifilluara. Numri më i madh i procedimeve penale të regjistruara rezulton në prokurorin pranë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë me rreth 35.5% të totalit të procedimeve të regjistruara në shkallë vendi, kurse me numrin më të ulët mbeten Dibra dhe Kuksi që janë diku në nivelin rreth 2.5%. Koeficienti i kriminalitetit për procedimet penale të regjistruara për 100.000 banor në vitin 2024 është 1.037, ndërkohë që në vitin 2023 koeficienti i kriminalitetit ka qenë 872. Në vitin 2024 përqindjen më të ulët për 100.000 banor të kriminalitetit e ka qarku i Beratit, ndërsa më të lartën rezultonte këtë pasur Saranda. Sa i përket tendencave të kriminalitetit, procedimet për veprat penale kundër pastrimit të parave tregojnë një rritje të lartë me gati 59%, ato për falsifikim të monedhave dhe letrave me vlerë 48%, krimet në fushën e doganave afërsisht 40%, si dhe veprat penale në lidhje me veprimtaritë bankare dhe financiare mbi 33%. Këto të dhëna nisu nga karakteristikat e veprave penale evidentojnë forcim të ndjekjes penale ndaj veprimtarive kriminale që prekin sigurinë ekonomike të vendit, si dhe forcim të bashkëpunimit institucional dhe të sistemit të mbikëqyrjes e kontrollit. Ndërkohë ka një rritje të procedimeve të regjistruara edhe për krimet kundër jetës të kryera me dashje 21.72%, për veprat penale kundër lirisë së personit 30.59%, për krimet seksuale gati 30%, për veprat penale kundër moralit dhe dinjitetit pothuaj 29%, për veprat penale kundër fëmijëve, martesës dhe familjes rreth 18%. Rritja e numrit procedimeve në këto fusha dikton nevojën për një ndërhyrje të koordinuar për forcimin e mekanizmave ligjor dhe social të parandalimit, si dhe nevojën për të garantuar mbrojtjen efektive të kategorive më vulnerabël të shoqërisë. Gjatë 2024-s janë përfunduar 24.591 çështje që përbën një rritje prej 5% të çështjeve të përfunduara krahasuar me vitin 2023, prej të cilave 36.72% janë dërguar për gjykim, në total janë dërguar për në gjykat 9.030 çështje me akuzë ndaj 10.759 të pandehurve. 33.89% janë pushuar dhe 26.91% janë pezulluar. Ka një tendencë të vit të rritjes së çështjeve të pushuara në krahasim me vitin paraardhës për shkak të zbatimit të ligjit për amnistinë. Janë paraqitur në gjykat 13.062 kërkesa lidhur me masat e sigurimit personal. Nga ana tjetër, të dhënat statistikore mbi kërkesat e prokurorëve për caktimin e masave të sigurimit tregojnë se në vitin 2024 për rreth 60% të pandehurve të regjistruar ose për rreth 34% të personave në hetim është kërkuar caktimi i një mase sigurimi shtrënguese. Ndërkohë rezulton se afërsisht 59.5% e kërkesave lidhet me caktimin e një mase sigurimi me arrest. Masa këto të kërkuara për pothuaj 36% të pandehurve të regjistruar ose rreth 20% të personave në hetim në total. Në vitin 2023 është kërkuar caktimi një mase sigurimi shtrënguese për mbi 55% të pandehurve të regjistruar ose rreth 32% personave në hetim. Ndërkohë rezulton se rreth 59.3% e kërkesave lidhet me caktimin e një mase sigurimi me arrest, masa e kërkuar për 32.8% të pandehurve të regjistruar ose për 19% të personave në hetim. Vetëm në 31 raste në total është kërkuar masa e garancisë pasurore, ndërkohë që është kërkuar arresti në burg ndaj 3.078 personave dhe detyrimi për paraqitje ndaj 2.611 personave. Pra dukshëm del se ka një tendencë për përdorimin e masave të sigurimit më ekstreme nga prokurorit dhe nga gjykatat. Nga ana e prokurorit përgjithshëm, në frymën e vendimit të gjykatës Europiane të drejtave të njerëzit hysa kundër Shqipërisë, po nisur edhe nga këto të dhëna statistikore. U miratua në muajin korrik të vitit 2024 një udhëzim i përgjithshëm në lidhje me masat e sigurimit, nisur nga nevoja për një përdorim më të kujdesshëm dhe proporcional të tyre, sidomos në lidhje me arrestin në burg dhe një aplikim më të gjerë të masave të tjera. Megjithatë, me gjithë këtë udhëzim,
ende nuk konstatohet një reflektim nga ana e prokurorëve, edhe pse çështja është trajtuar gjerësisht edhe në të gjitha analizat vjetore, por gjithsesi pritet prirjet për ndryshimin e mundshëm të tendencës, pritet të duken më qartë në vitin 2025 për shkak edhe të kohës relativisht të shkurtër në vitin 2024 që nga momenti i daljes së këtij udhëzimi. Sa i përket kërkesave për miratim të urdhrit penal, vazhdoi një tendencë në ulje me vetëm 91 të tilla, ndërsa u rritën ndjeshëm kërkesat për miratimin dhe e marrëveshjeve të fajësisë dhe gjykimit të drejtë për drejtë përkatësisht 183 dhe 333 raste. Gjatë vitit 2024 nga prokurorit pranë gjykatës shkallës parë është ngritur dhe përfaqësuar akuza në gjykatë në emër të shtetit shqiptar për 9052 procedime penale me 10781 të pandehur. Në lidhje me vendimet e gjykatës, nga të dhënat statistikore rezulton se në vitin 2024 janë dënuar 10.001 të pandehur, që krahasuar me vitin 2023 përbën një rritje prej 37.87% të numrit të pandehurve të dënuar dhe për 265 të pandehur është dhënë vendim për deklarim të pafajshëm. Gjatë vitit 2024 janë ekzekutuar 5201 vendime, ndërsa kanë mbetur pa ekzekutuar 1090 të tilla. Numri i vendimeve sipas llojit të tyre të mbetura pa ekzekutuar është 298 vendime me burgim, 220 vendime për dënime me gjobë dhe 572 dënime alternative. Evidentohet se në vitin 2024 janë filluar kryesisht 155 procedime penale që përbën një rritje prej 12.32% të numrit të procedimeve të filluara kryesisht krahasuar me një vit më parë. Rritja e numrit të çështjeve të filluara kryesisht është kërkesë e vazhdueshme e cila pavarësisht se nuk është ende në nivelin e duhur, nga viti në vit ka pësuar rritje. Një nga arsyet kryesore vijon të mbetet mbi ngarkesa e cila i kufizon prokurorët në ushtrimin e këtij diskrecioni ligjor. Prokurorët në Prokuroritë e Jurisdiksionit të Përgjithshëm në bashkëpunim me shërbimet e policisë gjyqësore, me Policinë e Shtetit dhe Agjencitë e Zbatimit Ligjit për vitin 2024 kanë kryer hetime proaktive me përdorim të mjeteve të posaçme të hetimit në kuadrin e 405 procedimeve penale. Ky procesi ka shërbyer si parandalim dhe ashtu edhe ndërprerjes më tejshme të veprimtarisë kriminale, ashtu edhe goditjes dhe finalizimit me arrestimin në flagrancë apo ndalimin e 354 personave të dyshuar për kryen e veprave penale në kompetencë të këtyre prokurorive. Në shifrat përgjithshme, gjatë vitit 2024 janë ekzekutuar 933 vendime për përgjim të autorizuara nga gjykata në hetimet paraprake dhe 538 autorizime dhe urdhra të prokurorit. Për sa më sipër është mundësuar interceptimi për 2361 pajisje fundore në përdorim të 2159 personave të dyshuar si të përfshirë në vepra penale. Hetimi gjithëpërfshirës i kryer nga prokurorët e prokurorive me jurisdiksion të përgjithshëm në kuadër të hetimit dhe ndjekjes penale për vepra në kompetencë lëndore të tyre, si dhe vlerësimi të dhënave dhe indicjeve të përftuara nga përdorimi i mjeteve të posaçme të hetimit, ka çuar në zbulimin e veprave penale të kryer në kuadër të krimit organizuar dhe veprave penale të korrupsionit në kompetencë lëndore të prokurorisë së posaçme. Të dhënat statistikore tregojnë se për vitin 2024 në zbatim të kodit të procedurës penale, si dhe të aktit të koordinimit institucional të datës 15/12/2020 për rritjen e eficiencës nëpërmjet bashkërendimit të prokurorisë përgjithshme me prokurorinë e posaçme, prokuroritë e jurisdiksionit përgjithshëm kanë transferuar 67 procedime apo referime penale, prej cilave në prokurorinë e posaçme janë pranuar 61 procedime ose referime që përbën 91.04% të procedimeve të transferuara për grupe vepra kundër krimit organizuar dhe korrupsionit ose të lidhura me detyrën në kompetencë lëndore të kësaj prokurorie. Kjo është një shifër gati stabil në të gjitha vitet e fundit, ka qenë pak a shumë 60 deri 70 procedime të transferuara për kompetencë në këtë prokurori. Referuar të dhënave statistikore të vitit kaluar për grup veprat penale të korrupsionit dhe ato që lidhen me detyrën në kompetencë të jurisdiksionit përgjithshëm janë regjistruar 569 procedime me 160 pandehur dhe 157 procedime me 234 të pandehur janë dërguar për gjykim. Gjithashtu jetë re një rritje prej 4.84% e të pandehurve të dënuar në 2024 në krahasuar me vitin 2023. Prokurorët kanë rritur rolin aktiv për veprat penale të korrupsionit dhe ato që lidhen me detyrën, duke filluar kryesisht 19 procedime penale dhe në kryen e hetimeve proaktive në 34 procedime penale.
Ky proces ka çuar në arrestimin në flagrancë apo ndalimin e 25 personave të dyshuar për kryerjen e veprave penale në kompetencë të këtyre prokurorive. Në 61 referime dhe procedime penale të transferuara nga prokuroritë e jurisdiksionit përgjithshëm dhe të pranuara nga prokuroria e posaçme, janë regjistruar 39 procedime penale për vepra penale që lidhen me korrupsionin në nivele të larta ose vepra penale që lidhen me detyrën.